Zotri Gjoka, mirë se erdhe dhe faleminderit që jeni me dëgjuesit e Radio Kosovës. Mirë se gjeta, është kënaqësi. Ju vazhdimisht vini në panairin e Prishtinës, keni qenë dhe në Juri, dje u hap ky panair. Është shumë herët të flasim për vizitorët, por organizatorët kanë thënë që këtë vit, për shkak të hapësirës në Pallatin e Rinisë, ka rënje të pjesëmarrjes së botuesve. Nga këndi juaj si e shihni këtë? Të them drejtën, ajo do një shpjegim, do dalim përtej asaj situate që ka të bëjë me burokracinë, mendoj, sepse panairet tashmë janë shndruar në stacion ku shkon lexuesi në dritare për lexuesin, për autorin, për botuesin, dhe do të duhet menduar si politika kulturore të dy anëve të kufirit, pra të Shqipërisë, të Kosovës dhe më gjërë se sa kaq, që nëse ka dëshirë duhen krijuar kushtet për të gjithë ata që janë misionar të librit, janë do të thoshe bashkëtar të fatit të librit, fatit autorit, fatit lexuesit dhe kështu me gjërë. Por, me sa duket koha, po rrudh marrëdhënien me librin, siç ka rrudhur dhe marrëdhënia me lexuesin, sepse është bërë mjaft e vështirë për ta gjetur dhe për të, do të thosha, për të ndërtuar marrëdhënie reale me lexuesin. Para pak kohësh, ju botuat librin e ri që është monografi për shkrimtarin Petro Marko, me titull Petro Marko, shkrimtar i lirisë. Pse e keni quajtur shkrimtar i lirisë? Të them drejtën, s'pari para 12 vjetësh, ka pas 100 vjetorin Petro Marko, dhe unë këtu kam marrë një kumtes në panair, që kishte të bënte me humanitetin dhe marrëdhëniet, do thosha, ndikuese, marrëdhëniet e pikpërkimeve të Petro Markos me Hemingway dhe në një shkrimtar tjetër. Pas 12 vjetësh, vi me një monografi. Këtë titullin e kam kërkuar në mes 60 varianteve. Të gjitha e kishin diçka nga Petro, po diçka linin mangut. Diçka theksonin tepër. Mendoj që duke vënë këtë titull, unë jam rrekur të ndërtoj në fund fare fytyrën e Petro Markos si individ, që çmonte mbi gjithçka lirin, fytyrën e Petro Markos si shkrimtar që pavarësisht se çfarë i bën, ai mbeti njëri i lirë në ligjërim. Natyrisht të intelektualit që për lirinë e spanjollëve shkoi dhe luftoi atje në brigadën Garibaldi. Absolutisht, për lirinë e shqiptarëve luftoi për fjalën e lirë, për fjalën e lirë në letërsi e kështu me radhë. Pra duke qenë një natyrë rebeli dhe luftëtari të paepur, pavarësisht çfarë ndodhi, kur them kështu kam parasysh ndalimin e revistës ABC në 36-ën, kam parasysh burgosjen nga fashizmi, kam parasysh burgosjen nga komunizmi e kështu me radhë. Të gjitha këto nuk e ndaluan së menduari për lirinë, së jetuari i lirë dhe së dhuruari liri për këdo, për të gjithë të tjerët, për lexuesit sidomos. Ju u morët me Petro Markon nga dëshira prej studiuesit, apo ka munguar një studim i tillë për veprën dhe jetën e tij? Shiko, para 50 vjetësh, profesor Ali Aliu ka bërë një monografi, do thoshe nga më të rëndësishmet sa i përket kësaj figure. Në 74-ën e botonte, në ndërkohë që në 74-ën i hiqe e drejta e botimit në Shqipëri. Dhe si thot diku Petro, thot atje më duan më shumë, atje më kuptojnë më shumë, atje më kanë botuar e tjerë. Në Kosovë. Në Kosovë. Pas 50 vjetësh, unë shfaqem me një lexim timin të gjithçkaje të shkruar nga Petro Marko. Pak a shumë edhe të gjithçkaje tjetër që është shkruar mbi veprën e Petro Markos. Natyrisht, kur them një lexim, unë do të thoja që është një lexim i shtrirë në 12 vite. Dhe në këtë kuptim është një punë në logjikën time, e shtrirë në kohë, e shtrirë në gjithë hapësirat e shkrimit të tij, dhe një përpjekje që të kthejmë disa nga autorët që janë në hije. Sepse Petro, për shembull, po them një fakt që është mjaft rënditës, në Shqipëri nuk është në programet e shkollës. Nuk është. Ka vetëm 2 orë, ndoshta të universiteti, po nuk bëhet fare. Do thonë, na ka dalë tepër Petro,
Po kjo është një rrethan që unë shpesh e përdor për shumë autor. Nuk e di se si, po na dalin tepër shkrimtarët. Edhe kur bëjmë ato hartografinë, mbetemi në një apo dy emra dhe të tjerët janë në pritje sepse me letërsinë, me vlerat letrare ka një rregull të pashkruar. Gjithmonë ka kohë për të kthyer te vlera. Gjatë studimit të veprës dhe jetës Petro Markos, a keni gjetur diçka që nuk është ditur deri tani te publiku? Të them të drejtën, është thënë shpesh që ka letërsi për fëmijë, por jo në detaje. Ai ka 4 romane për fëmijë, dhe unë jam përpjek që të bëj një lexim të secilit prej këtyre romaneve në mënyrë që të kthehemi te kjo vlerë që i duhet brezit të sotën të ri. Aty ku gjen gjuhën, gjen letërsinë, gjen aventurën, gjen do të thosha gjithçka, shpella pirate. Është një ëndër e çdo shqiptari si toponim, por tashmë është kthyer në një ëndër teksti në veprën e Petro Markos. Nuk dihej që është dramaturg, por nuk është se përmendeshin veprat. Madje një nga veprat, Niku i Martin Gjinit është ndaluar për dekadentizëm e kështu me radhë. Është një aspekt që unë jam rrekur të jap një përgjigje i piktakimeve, ndoshta pikpërkimeve, që ka vepra letrare e Petro Markos me autor të huaj. Kam parasysh Hemingwayn, kam parasysh Marlowe, kam parasysh Orwellin, kam parasysh Laxness, etj. Është një pjesë me 5 kapituj ku unë përpiqem dhe jap një përgjigje sa i përket piktakimeve, sepse autorët që përmenda kanë shkruar romane për luftën e Spanjës. Një nga këto është Petro Marko. Me Hasta la Vista. Hasta la Vista e famshme. Për këtë bie këmbana është një libër mjeshtror i Hemingwayt, i jashtëzakonshëm. Shpresa është e Marlowe, Porta e diellit është e Simon Territ, etj. Pra jemi në një situatë që them drejtën, ky roman dhe ndonjë roman tjetër i Petros, kam parasysh Nata e Ustikës, kam parasysh Qyteti i fundit, sa janë letërsi shqipe, janë letërsi evropiane. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, domethënë, jo për t'i dhënë grada, sa ai nuk ka nevojë, për të kuptuar procesin, çfarë ka ndodhur me letërsinë shqipe, pse është në harres, dhe si është e mundur që këto vatra identifikuese të letërsisë shqipe të pranvëna tashmë me letërsinë e përbotshme evropiane sidomos, rezonojnë dhe kanë piktakime. Në kuadër të panairit të si vjetë më shënohet dhe 400 vjetori i lindjes së Pjetër Bogdanit dhe ju do të merrni pjesë me një kumtesë. Sa është e rëndësishme të rikujtohen këto figura të letërsisë së vjetër në këtë kohë? Thënë drejtën, u bën disa kohë që panairi i Prishtinës ka futur si element shoqërues të panairit edhe për kujtimin, sepse në përgjithësi ne njerëzit e afërm i kujtojmë shpesh. Në raportin me letërsinë është tjetër. Raporti me letërsinë është i detyruar pak a shumë, sepse nuk shmangen dot veprat e shkruar nga këta mjeshtër. Do të thoja që 400 vjetori i Bogdanit është një shkas për të kuptuar çfarë ishte letërsia e mesjetës së vonshme, letërsia e shekullit 16-17, letërsia, siç e quajnë ta, letërsia e vjetër, por sidomos për të kuptuar dhe rolin dhe rëndësinë që ka në këtë epokë tepër të rëndësishme të shkrimit të shqipes, jo thjesht si fakt gjuhësor dhe historik, por si fakt letrar, si fakt shkencor, si fakt identifikues, si fakt që unë them drejtën, kontributi i Buzukut, Budit, Bardhit, Bogdanit në identifikimin e gjuhës shqipe është po kaq i lartë sa akti Skënderbeut që na identifikoi. Ai me qëndresën e tij, këta me dëshmimin e gjuhës shqipe. Dhe gjuha shqipe tashmë e shkruar mundsoi ekzistencën e qytetërimit. Dhe ndalimi te kjo figurë, po padyshim, është shumë pranë edhe Rugova, sepse të them drejtën, leximi që i ka bërë Rugova është i jashtëzakonshëm dhe me këngët e Sibilave. Gati shterus
në raport me gjithçka të shkruar dhe sidomos në raport me poezit e Përsimbilat, të cilat, do thosha, shënojnë kulmin e kësaj letërsie dhe përgatisin rrethanën për të kaluar në letërsinë e rilindjes. Rugova me të drejtë e emërton Qetrën e Profetëve të Bogdanit si komedia hyjnore e letrave shqipe. Natyrisht jemi në një situatë përkujtuese, le të kthejmë vështrimin nga gjurmët e para, nga themelet e shkrimit të shqipes, e shkrimit letrar, e niveleve, do të thosha, të barabitura me atë çfarë ndodhte në letërsinë më gjerë se sa letërsia jonë, letërsinë e rajonit, e Gadishullit dhe më gjerë se sa kaq. Zotri Gjoka, keni botuar dhe libra të tjerë studimor për autor të ndryshëm. Përmendim këtu botimin e vitit 2005, Trebeshina, Icebergu i letrave shqipe. Para disa kohësh, Akademia e Shkencave pati konferencë për letërsinë e disidencës. Pse nuk ishe në atë konferencë? Them drejtën, më ka lënë një shije jo të mirë, le të themi, sepse në 2007 kur bëhesh një konferencë akademisë për Mitrush Kutelin, unë kam qenë dhe kam qenë si autor libri. Jo kështu si pjesë e burokracisë, le të themi, letrare, shkencore, etj. Natyrisht, me sa duket, rregullat kanë ndryshuar, do të thonë, mund ftohen njerëz që nëpërmjet një kumtese na vinë me këtë situatë. Në ndërkohë që libri në fakt është botuar në 2005 në Shqipëri, në 2006 në Maqedoni, në 2006 në Shqipëri është vjedhur. Është vjedhur? Është vjedhur. Si është vjedhur? Është vjedhur 115 faqe tekst dhe madje jemi te një situatë që doktoraturat në histori filologjikun e Tiranës mbrohen me librin e vjedhur. Po kjo është Shqipëria. Nga sa pash, më shqetësoj në 2 pikpamje. E para, mu duk sikur të gjithë ata e merreshin me promemorien e Trebeshinës. Do më thonë, me promemorien kishte kohë për t'ia kërkuar përgjigjen Kasemit, kur ishte gjallë, por promemoria është njëra nga gjurmët e Trebeshinës. Unë kur e kam qyt Trebeshina Icebergu i letrave shqipe, kam pas parasysh një situatë reale të 2005-s, kur ishte botuar vetëm 20%. Dhe pas atij momenti, fal atij momenti, gjykoj që shtëpitë botuese në Kosovë, kam parasysh Fajkonicën, Buzukun, kanë botuar dhe rreth 30%. Por, në atë kohë, mjerisht edhe tani, mendoj, sasia e gjëre botimit është shoqëruar me leximin jo të teksteve. Është shoqëruar dhe me mospranimin e teksteve. Për mua, e shkroj dikur, apo e shkroj tani promemorien, është problem tjetër, është problem histori shkrimi. Trebeshina është një nga shkrimtarët e letërsisë shqipe, i cili duhet parë në tekstet letrare. Duhet parë dhe mençëm në atë çfarë ka prur, sepse Robert Elsie, dhe unë jam shumë dakord me atë ide, surrealizmi në letërsinë shqipe na vjen përmes penës së Kasem Trebeshinës. Odin Modvalsen është nga ato raste që i bën der letërsisë shqipe. Dhe në këtë kuptim, do të thonë, unë vura re një gjë, do të thonë, dikur kam pas një shkrim 2013 që seminari që bëhet në Kosovë i universitetit është shndruar në një kështjellë pa dritare. Kuptova që edhe Akademia ka marrë këtë model. Madje ishin ata që kanë qenë dikur në atë seminar. Pra, çfarë ndodh? Ndodh kjo gjë. Mendimi nuk është vetëm në zyrtaritet. Mendimi për letërsi nuk është vetëm në akademi, nuk është vetëm në universitete, nuk është vetëm te analfabetismi funksional. Sepse jemi në një situatë që tjetri vjen me një kumtes pa ditë se ku bie letërsia e disidencës dhe sidomos
i mbeshur me një paragjykim që le të mbytemi në historinë e gjetjes në arkiv të promemorjes së Trebeshinës, në ndërkohë që ka mbi 200 tekste letrare, poezi, dramaturgji, proz, romane, eseistik e kështu me radhë. Pra, mu duk si një përpjekje për ta për ta vënë disidencën tashmë përmes një optike zyrtare dhe jo për të zbërthyer tekstet, letërsinë, materiale të cilat në logjikën time janë pronë hipotetike e letërsisë shqipe. Por kuptova dhe një herë vepra e Trebeshinës është në pritje të lexuesit model. Pra, është për mua është një horizont pritje dhe nuk është çështje, do thosha, e marrjes së flamurëve për të gjetur kozën e Nasradinit. Kozën e Nasradinit, kur të duar, s'ka nevojë ta kërkosh se mund ta shpikësh. A ka letërsia shqipe shumë shkrimtar disident? Unë do të thoja që për të bërë një sqarim të kësaj rrethane, është nga ato momente që shpesh dikush e quan letërsi burgu, dikush e quan letërsi kujtese, dikush e quan letërsi disidente. Në fakt, paremi është ky, domethënë, nëse se disidenca ka një rrethan ekzistence, domethënë do thotë ta kalosh nga modeli i pranimit të zyrtaritetit në modelin e kundërvënies ndaj zyrtaritetit, ndaj modelit realizmi socialist. Dhe në këtë kuptim unë mendoj që rezistencë morale nuk është se ka pas. Rezistencë letrare, le të themi që janë shfaqur. Është shfaqur me Mysyne Kokolarin, shfaqur me Lame Kodrën, është shfaqur me, mendoj që pavarësisht çfarë do bëj zyrtariteti, se a do të vazhdojnë të lexojnë vetëm promemorien të akademikët, modeli, simboli i disidencës shqiptare është Kasem Trebeshina në Shqipëri, është tek Dervishi, tek Dervishi në Kosovë, dhe do duhet bërë gjurmim real çfarë përfaqëson kjo përmas në kuptimin letrar. Kur them është simbol, kam parasysh faktin se është burgosur nga 17 vjet. Kur them është simbol, nëse koha e diktaturës e ndaloi të botonte, kjo kohë nuk është se i krijoi hapësirën që të lexohej në liri. Madje ka qenë me 15 janar të 2016-s, unë kam bërë një tekst, është botuar te Gazeta Panorama, ku thoja, është 90 vjetori i Trebeshinës. Kemi edhe 450 vjetorin e Pjetër Budit, është edhe 80 vjetori i Kadares, është edhe ky, domethënë, por thoja, nëse ne shpallim vitin e Trebeshinës, tregojmë se kemi një marrëdhënie me lirinë. Nëse nuk e shpallim, është botuar. Nuk kemi gati për të qenë të lirë. Në një kuptim, ai që është i ndryshëm është vlerë. Ai që është i ndryshëm është ana tjetër. Është pasyra ku ne shihemi në të arritmet dhe në mungimet e pashmangshme. Zotri Gjoka, çka do t'i këshilloje institucionet kulturore në Kosovë dhe në Shqipëri sa i përket çështjes së librit? Unë mendoj që të mos e shohin çështjen e librit thjesht në një panajir apo dy, në një aktivitet të mbajtur nga, do thosha, universiteti apo nga akademik, ta shohin si çështje ekzistenciale identitare. Libri nuk është mall. Për librin nuk duhet ketë pengesa kalimi nga Shqipëria në Kosovë dhe anasjellës. Sepse unë e kam thonë vazhdimisht dhe prapë me sa duket nuk po marr dot përgjigje. Deri në 90-ën ishin mure betoni. Pas 90-ës kanë hërnë muret e betonit. Çfarë kemi bërë? Kemi ngritur mure xhami. Vetëm shihemi dhe nuk po ndërtojmë marrëdhënie reale të botuesve me njëri tjetrin, të autorëve me njëri tjetrin, të përkthyesve, të institucioneve, dhe institucionet të shlirohen nga ajo makthi i madh që ta shpjegojnë botën. Unë mendoj, letërsia nuk shpjegohet.
letërsia zbulohet në lexim dhe në rilexim. Institucionet të kuptojnë një gjë. Pa kulturën, jemi pa të sotme dhe pa të nesme. Pa librin, jemi pa shansin që të kemi njerëz të kulturuar dhe njerëz që duan gjuhën, që duan këtë moment, që duan këtë letërsi, që duan të ke fundit këtë moment në cilin ata jetojnë. Libri juaj i radhës studimor apo roman? Të them drejtën, romanet, krimtaria, sikur janë trembur tashmë, po më jetë diku flen. Unë kam në përduar një punim, lexim, le të themi, tekstologjik të Lahutës së Malësisë, të mjeshtrit të epopesë së letrave shqipe, të Gjergjit të dytë, si thot Zevski eroj, Skënderbeu, Gjergj Kastrioti dhe Gjergj Fishta. Arsyeja është thjesht prej kënaqësie, por dhe prej një fakti. Shumë çka që kam shfletuar, kam vënë re se ka njerëz që kanë fol duke lexuar 4-5 këngë. Në ndërkohë, që ajo është një ngrehim, është një monument, është një testament, është një, do thosha, shpalim i vetdijes rrezikeve që i kanosën qytetarëve shqiptare dhe qenies shqiptare, i domosdoshmërisë për të rezistuar, për të qëndruar me forcë, dhe është rasti që ilustron ekzistencën e eposve, jo vetëm letërsi shqipe, po më gjërë se sa kaq. Është një punë në cila ndoshta do më haj kohë, shpresoj të kem vite jete që ta kryej dhe këtë, ndërsa krimtaria, do të thosha, herë shfaqet, herë është trembur, herë është vjen në moment pa përshtatshëm, po diku flet, domethënë, edhe me një shënim në për ditar. Po, i presim dhe ato në të ardhmen. Faleminderit shumë, zotri Gjoka, dhe suksese me librin e ri Petro Marko, shkrimtari i lirisë. Shumë faleminderit.